shembull që u bë shkaku i hijretit edhe pastaj premtuam që do të fillojmë inshallah taala me pikat të cilat filluan para 2 javë, me pikat e urtësisë së përmendjes së Musës alayhis salam në Kur'anin famullar në shumë vende, edhe ne thamë që Musa alayhis salam përmendet në Kur'an në 136 vende, që është shumë interesante, që nuk ndodh me pejgamberët tjerë, nuk ndodh me Muhamedit alayhis salam, nuk ndodh me Isën alayhis salam, nuk ndodh me asnjë pejgamber tjetër aq shumë sa Allahu te dëshanuhu e përmendën Muhamedit alayhis salatu wassalam në Kur'anin famullar. Është një numër goxha i madh, 136 herë, nuk janë pak, janë shumë. Atëherë, urtësit janë të shumta, ne para 2 javë përmendëm vetëm një pjesë, apo mos të themi vetëm urtësinë e parë, pse Allahu e përmendën Musën alayhis salam kaq shpesh në Kur'an, edhe ne cituam ajetin kuranor të surës Kasas, ajetin e 4, edhe ajetin e 7, janë 2 ajete shumë interesante. Ajetin e 7 shtjelluam deri diku, pastaj u desh të kalojmë në ajetin e 4, në cilën Allahu xhaleshanu thot kështu, kur flet për faraonin edhe për Musën alayhis salam. Thot kështu: inna fir'auna ala fil ardi. Faraoni çoi kok, do të thonë, u bë shumë kryelar deri në atë deregje sa që çfarë ju tha Beni Israilve? Beni Israilve ju tha që unë jam Zoti juaj, astaghfirullah. Këtë se ka bë asnjë mbret gati se gjatë gjithë historisë njerëzore. I kanë shtypur, diktatorë kanë qenë këtu më radhë, mirë po, të proklamojnë se janë Zot direkt në formën që proklamoi faraoni, nuk ka proklamuar askush tjetër përveç faraonit. Ala fil ardi, me thonë, faraoni u tregua shumë mendjemath në tokë, që Allahu dhul Gjelal na bën me dije neve dashur vëllezër, sado që të rritet pushteti jot, sado që të rritet pasuria juaj, sado që të rritet pozita juaj në këtë dynja, mos e shtoni arogancën, por shtonja modestin, mos e shtoni luksin, por shtonja dhënien, zeqatit, mos i shtoni saltanatet, por shtoni mundësin dhe vrapimin për të bërë vepra të mira. Këtë na bën me dije Allahu xhaleshanu, në qoftë se arrini ndonjë pozitë materiale, politike e kështu me radhë. Prandaj Allahu xhaleshanu thot: ala fil ardi wa ja'ala ahliha shi'a. Edhe i bëri, shkoni çfarë strategji përdorin diktatorët. Interesant. Kjo strategji, prandaj themi faraoni është një simbol që përsëritet në gjitha historitë njerëzore. Wa ja'ala ahliha shi'a. Edhe bëri popullin e tij të coptuar në grupacione. Shkoni neve çfarë na bëjnë shkijit. Na kanë bënë një grup shqiptar, 6-8 parti, 8 parti, 9 parti, ku e di unë. Edhe asnjëherë ne sumbojmë herë në këtë formë. Kjo sistem faraonik të dini, Allahu e përmendën para 1400 viteve, dhe më thonë, armiku metodën më të mirë për të përqa një popull, që ai popull kur mos qoje kokën, është ta partizoje, ta grupzoje popull. Shkoni sa interesant është. Prandaj them, jo rasisht be vallahi, Allahu e përmendën Musën alayhis salam 136 vende në Kur'an. 103, shumë janë. Ama kur e shohim se sa urtësi mund të nxjerrim, themi, o Zot, pak janë. Shkoni, Allahu xhaleshanu nuk e përmendën më para faraoni vrau njerëz, vrau 70.000 fëmijë. Atë e përmendën, ama më parë e përmendën këtë çështje që është më e rrezikshme. Thot, e grupzoi popullin e tij, e coptoi, do të thonë, një pjesë të popullit e favorizoi, ashtu, e merr pushtet. Atë pjesën tjetër e shtypën. Ajo pjesa tjetër që është e shtypur, mendon se çfarë është? Mendon se është një grup i cili mundon të luftoj për të drejtat e tyre. Tamam si populli shqiptar. Interesant.
Ai tjetri të copton, të grupzon, çon bësh 6-7 parti, që asë njëna mos fitoj dhe asë njëna mos ngrej zërin e saj apo të ti, ashtu si që duhet për të mbrojtë të drejtët e popullit të ti. Edhe shkoni Faraoni çfarë bëri? Faraoni bëri që për shembull Karuni, e keni ndëgju Karunin, për Karunin ka ajete shumë, kemi folë për Karunin. Karuni është ai zëngini më i madh i gjitha kohërave, qelsat e depove të cilit i mbanin mbi 30 vet burra, vetëm qelsat e magazinave. Aq shumë që ka pas ari dhe argjente e ku diun e tokë, pasuri të konfiskuar nga populli. Aq shumë pasuri që ka pas. A ki Karuni ka qenë prej Ben Israilve? Koni, një pjesë së Ben Israilve Faraoni va ka vrarë fëmijët edhe burrat, një pjesë të tyre i ka marrë në pushtet. A duket e rastit kjo? Një pjesë e shqiptarëve shkile dhe shtypet, një pjesë normal qeverisën. Pushtet me ato që ai nuk don, vetëm të vdekur do don më shumë. Keni parasysh? Këtë e bonte Faraoni, do të thonë, ky stil i keqpërdorimit të popujve nuk është i ri i sot. Ky ka mbi 5000 vjet, afër 4000 vjet sa ka. Interesant. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, duke dobësuar një grup prej tyre. Allahu thot. Një grup e dobësonte, një grup e linte edhe e mirte në pushtet. Këtë sot e bëjmë qeverit manipuluese botërore, edhe ne këto simita i ham, to kifle dhe gjivrek të tiri i ham, pa i pa a janë të mikura ajo. Minhum, pas të çfarë bënte? Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Edhe u avriste fëmijët e tyre e i linte gratë të gjalla. Do të thonë meshkujt, burrat, fëmijët meshkujt, i vriste gratë dhe femra tjera i linte të gjalla. Innehu kana min al-mufsidin. Edhe vërtet ishte prej atyre që bante trazira në tokë, shumë i prishur. Interesant. E tani, kalojmë te pika e parë, që mund nxjerr, çfarë mund nxjerrim? Janë 7 pika janë. Nuk do i arrijm krejt. Pika e parë çfarë thotë, dashur vëllezër? Çfarë nxjerrim edhe çfarë mësimesh nxjerrim nga historia e Faraonit, nga historia edhe nga urtësia e përmendjes së Musës alayhis salam, kaq shumë 136 herë. Tregimi Musa alayhis salam na fillimisht na tregon Allahu Lëshanu se çdo krizë e madhe jona, mbajmë mend, kjo është e bukur, është pak psikologjike dhe pak sa filozofike. Do me thonë, fillimi i suksesit të çdo njëri prej nesh, fillimi i suksesit, fillimi i shpërthimit nga ana në aspektin pozitiv, fillon thot me një traumë apo me një frikë, të cilën të ti duhet ta menaxhosh edhe e cila nuk duhet të mposht. Shkoni, çfarë thot? Krejt historia e Musës alayhis salam, si filloi? Filloi me një frikë, ashtu. Krejt historia jote kur ke filluar një biznes në jetën tënde, a ka qenë e bashkangjitur me një frikë? Mos humbi, apo mirë do investoj 100.000, 80.000, 200.000 euro. A më kam frikë se me nëse humbas, nëse falimentoj, nëse boj, nëse kthej, ose ka kap zoti mos e bëv në një smundje, në një fazë depresive, në një çrregullim nervor i përkohshëm, edhe ti më njerë mendon nëse vdes mund bëj mund ma, edhe pastaj man pun çfarë ndodhet. Nëse ti këto i përballon me durim dhe guxim dhe mbështetje, edhe me mendimin, edhe me pranimin, edhe me tevekulin, me mbështetjen në Allahun që kjo është vetëm një sprovë e cila do të më shtyjë drejt suksesit, ta dish që do jesh njeri më i suksesshëm në botë inshallah. Oni se e smu, nuk është fundi. Ajo mund të jetë fillimi, ta dish, a mund të zgjidh ta lexosh ndoshta për momentin. Shkoni çfarë situate kaotike, do të thonë, çdo gjë fillon me një frikë. Edhe Muhamedi alayhis salam u friksoi, dini? Muhamedi alayhis salam u friksoi shumë. Natë kur erdhi shpallja, dridhej gratë, dridhej. Kur shkoi te Hatixha, më njerë çfarë i tha? Nuk kërkoj as buk as ujë, tha më mbulo. Pse më mbulo? Kishte ethe. Ethe kishte gratë. E kish pa një krijesë që kish ardhur nga qielli që si kish pa asnjëherë.
E kish pa Gjibrilin, melekun më të madh prej krijesave të tokës dhe qiellit. Gjibrailin alayhis salam, i cili kishte thënë lexo, ki nuk dinte të lexoj. Para më thon, edhe u friksu. Shkoni, më thon, suksesi i madh edhe i pashoq i Muhammedit alayhis salatu wassalam filloi me një frikë. Shkoni, kjo frika e bëri që Muhammedi alayhis salam sot të ketë 2 miliard njerëz që thuan Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. A e krejt kjo filloi me një frikë. Këtë na bën me dije Kuranit e pike e parë e mësimit nga Musa alayhis salam. Çfarë i tha Allahu në shanu, çfarë e inspiroi nënën e Musës? Fe idha khifti, nëse ke frikë, e shkoni prap ke frika o problemi. Nëse ke frikë, lëshoje në lumë. Falqihi fil yemmi. Lëshoje në lumë, interesant. Krejt të veprimi që Allahu i kërkon nga nana e Musës duken të palogjikshme për një nanë, një emocion edhe një ndjenjë nane, për shembull, cila nanë do e kish hudh fëmijën e saj në lumë. Është problem. Është kontradiktore për ne. A se çfarë ka përgatitur Allahu ti se di? A i tha fuge hudhe në lumë, lëshoje në lumë, edhe pastaj u bën pejgamber, para mendon. A kjo kish frikë mos vdesë. Krejt me thonë, krejt historia jote, kjo është historia jone, e kuptoni? Kjo është historia jone. Një nanë, kjo çdo gjë fillon me frikë në këtë jetë. Çdo gjë fillon me frikë. Kur i bën 2-3 fëmijë, keni parasysh ne kemi edhe gajde të mëdha, sidomos rinia e sotme, nuk flas për baballarët tonë, alhamdulillah, që kanë pas ka 4 gjem, 5 gjem, 3 vajza, 8 fëmijë, krejt i kanë rregulluar, alhamdulillah, kanë pas besim interesant. Kanë vujt, ka pas probleme. Pse? Ne nuk vojmë sot. Ne ma shumë sa to vojmë. Infraktët janë shtu. Sa. Pse? Kërkesa, në dhoja. Me 2 fëmijë ka frikë, me 2 fëmijë, një vjat, një vajzë ka frikë se si do ja dale. Që frika. Edhe e burgos veten brenda grilave, hekurave të frikës vete. Nëse nuk del për këtyre hekurave, me frikë do vdesë, që shtu do vdesë, do shkojsh, do dish. Ma para, gjishërit, babalarët ta, se kam pas këtë frikë. Ka po fëmijë, a më shtetë në Allahu, edhe çdo fëmijë në riskun e vetë. Nëse ke 2 fëmijë në shtëpi, ke 2 riskje. 2 riskje, 2 furrizime. Ama nëse ke 4, ke 4 furrizime prej Allahu në shanu. A është më mirë të hinë në shtëpi 2 roga, 4 roga? 4 më mirë është. Ama në këtë rogën e shtetit ne e shoham se i marrëm parët, a atë rogën e Zotit nuk e shoham se si marrëm parët. Ama kush e rritën ato, kush e rritën? Derisa ai rritët fëmijë dhe ai ka rogën e vete prej Zotit direkt e ka. Mos ke frikë. Mos ke frikë. Edhe çdo gjë fillon me frikë, interesant. Aman, këtu dallohen njerëzit. Ata që dinë ta menaxhojnë frikën, edhe ata që nuk dinë ta menaxhojnë frikën dhe ankthën dhe stresin dhe çfarë atë ngarkesën që e ka. Ai që din ta menaxhojë frikën, ai bëhet më i suksesshëm të një, ai që nuk din ta menaxhojë frikën, ai mbaron depresion edhe çashtu, do vdes. Shkoni, krejt historia e Musës fillon me një frikë. Nëna kish frikë, mos e humbje gjallin. Ishte një diktator, një faraon që vriste djep. Interesant. Edhe ishte një foshë që notonte me koshin e saj drejt pallatit të faraonit. Edhe Allahu dal nga dal, edhe tash dal nga dal, dashur vëllezër, na bëhet i qartë skenari se çfarë ka përgatit Allahu për Musën alayhis salam. Që do të thotë se çfarë ka përgatit Allahu për ty, që patë frikë, mos humbesh se ke 3-4 fëmijë, 5 fëmijë, ku e di unë. Dal nga dal ato rriten, punsohen, shkollohen, vinë ka dale rogat, vinë mundësi, ti pak tërhiqesh prej postit të shtëpis, hinë në skenë gjemë me biznesin e tyre, edhe u rregullu, edhe mire ta kujtoj se sa patë frikë në start. Më thonë, ajo frika që nuk menaxhohet mbaron shumë keq, frika që menaxhohet mbaron me sukses inshallah taala. Edhe prandaj thotë, histori edhe fatet më të mëdha të njerëzve në botë kanë filluar me frikë.
Pastaj kanë mbaru me një sukses jashtëzakonisht të madh. Interesant. Kësa i thuan nga njëherë thot shpëtimi nuk qëndron ke lidhje ngushtë. Këtë e spjeguam, nuk dua ta përsëris fjalinë, domethënë e tham edhe javën e para 2 jave. Sikur nana e Musës alayhis salam ta mbante foshqen Musën nga dashuria, ta mbante në shtëpi, do vishin gjavriçin ushtarët, ashtu. Por ajo e lëshoi, u mbështet në Allah. Kjo është interesant. Ne këtu dështojmë dashur vëllezër. Kur duhet të i lëshojmë gjërat, apo lëshoj, fëmijën lëshoj në dale pak, në shohë. Apo është rrezik, po pa rrezik s'ka. Ti mos e lëshoj që në haram. Po lëshoje të hi një punës, nuk ka problem. 1 herë, 2 herë, 3 herë do gaboje, për s'kan 3 herë gjamare zanatin inshallah. Lëshoje. Kjo rregull e përgjithshme kuranore. Lëshoje se të lëshimi ka bereqet. Të mbajtja shtërnguar nuk ka bereqet. Lëshoje fëmijën. Le të marrë aftësi në jetë. Mos u lidh shumë. As me fëmijën, as me pasurinë, as me asgjë të kësaj dynjaje. Në kontroll mbaj, por lidhjen kontrollohet. Pastaj thot Musa alayhis salam thot, shkoni kjo pikë e ditë shumë interesante është. Që mund nxjerrim shumë gjëra. Pika e ditë thot shtu. Musa alayhis salam, shkoni Allahu çfarë skenari ka përgatit. Kjo është e bukur. Ishte një faraon që vriste fëmijë, ashtu. A pse i vriste fëmijët faraoni? Djemt. Ai i vriste që mos vijë ndonjëri prej këtyre gjembe të rritë që marrë pushteti se kish pa në ëndër, se do vijë një fëmijë nga Beni Israilit që marrë pushtetin. Edhe Allahu kur don të nënçmoje, jo vetëm të rrezoje. Allahu po se po e rrezoi faraonin, e rrezoi. E shkatroi faraonin, e shkatroi. Por historianët të gjithë janë të mendimit, edhe psikologët, që rrëzimi edhe shkatrimi i faraonit ndodhi në mënyrë të turpshme. Pse? Armiku nga i cili kishte frikë, Allahu ja çoi në shtëpi, në pallat. E shifni. Faraoni në përsëritet në histori dhe sot. Faraoni është e pavërteta. Mbajmë mend sot në politikën tonë, në vendin tonë, në vendet muslimane, mos flasëm, a gjë është mahall puna. Faraoni simbolizon të pavërtetën, zullumi. E pavërteta, dashur vëllezër, nga ka frikë, nga e vërteta, ende pa lindur e vërteta. Shifni, faraoni kishte frikë, mos e rrëzojnë pre pushtetit, hala pa u lindur fëmijët e Beni Israilve. Këtë në bon me dije sot. Në me thonë, ai që është në pushtet, edhe është jo i drejt, ai nuk don djem të ri të shkolluar, me vizion. Nuk don, se ato i pengon. Ato i pengojnë ati, ashtu. Keni parasysh? Nuk don, ose në një narcist që e don shumë veten, e don pozitën, e lavdron veten. Ai mendon se më i mençuri i masës, edhe ai nëse shën ndonjë fëmijë, ndonjë djalë, ndonjë student apo studente që është me një kapacitet shumë të lartë, çfarë bën? E krasitën qish si fëmijë, e djeg, e frikson, e shantazhon, me pas mundësi të zhdukë dhe e zhdukën. Kjo është sistem faraonik që edhe sot e kësaj dite funksionon, e di? Sot e kësaj dite funksionon. Me thonë, e pa vërteta ka frikë nga e vërteta, ende para se të lind e vërteta. Ja, faraoni është burr i madh, me familje, me gra, me këtë une. A kishte fëmijë nga kishte frikë, mos lindje një fëmijë do rritet dhe rrezoje prej pushtetit. Shifni, sa frikë kanë zullumqarët. Zullumqarët frikën e kanë në palc. Në palc e kanë frikën. Vetëm mos rritën në një i menqët, në një i dishët, ti rrezoje prej pushtetit. Më thënë, kjo është cikël faraonik që përsëritet sot, 2026. Çdo herë, deri kur, deri në kiamet do përsëritet kjo. Ta dini. Edhe Allahu për ta turpëruar, edhe për ta rrezuar,
Faraoni çfarë i bëri? Ai fëmija që ishte në atë koshin e vogël që lundronte në lumin Nil, i hudhur nga nana e saj dhe i ndjekur nga motra e tij, edhe shkon ndalet koshi me një fëmijë para pallatit faraonit. Sa i madh është Allahu. E shihni ku shkon ndalet. Para pallatit faraonit. Edhe gruaja e tij e merr, i thot faraonit, kemi nevojë për një fëmijë, ne s'kemi djalë, hajt të arrisim që këtë gjallë. E mund këj do ishte e bomba që do eksplodonte në shtëpinë e faraonit. Allahu ta çon bombën shpej vetë, të ta bjerë gjali jotë. Vetë të marrë, shkush të blejë shbile. E shek kur Allahu don të shkatroje, çfarë të bën? Vepron me një metodë që ti asnjëherë mendja s'u të shkoje se kjo do ishte shkatrimi jotë. Ose çon diçka që ti e mendon si e dëmshme, asnjëherë nuk shkon mendja që ajo do jetë shpëtimi jot. Edhe kundërta është e vërtetë. Prandaj ne duhet të bëjmë sabër dhe durim të mundohemi me durim të i lexojmë situata që na ndodhin në jetën tonë. Mos shpejtojmë të japim konkluzione. Zbam, pse Zoti ma ka qu? Ja gostivari sa i ma thoshte, pse bash une? Stakfirullah. Jo ashtu, nuk bon ashtu. Se në çdo sprov, ka urësi që ti edhe unë s'u lexojmë për momenti. Prit pa, le të kaloje një kohë. Se si ka thënë pejgamberi sa, çështja e muslimanit është krejt hajër. Nëse e godet diçka e mirë, falenderon. Nëse e godet diçka e keqe, duron. Ka dalë, hajër është. Edhe e para, edhe e dita janë hajër. Më duhet vetëm pak sabër. Edhe nanës Musës a.s. ju desh pak sabër të boje, edhe bani sabër. E dini që Kurani e përmendën, nuk jam nda te ky detaj. Kur faraoni hynte, ushtarët e tij hynin në shtëpi të i vrisnin gjemë. Ajo për pak ketu tregu ushtarëve që e nuk kam një gjallë, e dini? Për pak. Allah e përmendën Kur'an, laula rabetna la kalbiha, sikur ne mos ja lidhshim zemrën. Allahu ta vulosën zemrën që mos folish. Allahu ja mbylli goje për pak. Jo ta shpionoj gjallin e saj, stakfirullah. Po nga dhimbja se nuk donte ta hudhje në ujë, uji ju duk si kusa ai do mbytej në ujë. A uji e shpëtoi. Si ku tu tregonte mirë ja gjallin tim, do e vriqin, do e theshin para syve të saj. Allahu e shpëton, e çonte pallati i faraonit, i cili kishte frikë nga djem. Allahu i quaj një djalë. Se them, Allahu edhe rrezoi prej pushteti, edhe e turproi. Aq si e rrezoi e dini krejt. Po pse them e turproi? E turproi që sepse e detyroi Allahu faraoni që armikun më të madh të vetin, nga i cili kishte frikë, të arritje vetë me dorë të veta. A imi ndalë në njerë të analizojmë këtë, shumë e madha është kjo. Edhe si shkoj mendja një ditë në jetën e ti faraoni që ki mund të jetë armiku jem. Hitë si shkoj mendja. U të shtarise, me krejt mirët. Shkoni Allah, e bëri që në pallat të rritet Musa a.s. Edhe pastaj Musa rritet, kthehet dhe ja shkatron pushtetin. Çfarë mesazhi psikologjik ka këtu? Këtu ka një mesazh shumë interesant, ta dini. Çdo sistem politik, thot, rrëzohet vetëm nga brenda. Çdo shtëpi e një domaqini mund të prishet vetëm nga brenda. I del gjali kumargji, ja shkëtron shtëpinë, mësu as puna. Allahu na rujt. I del gjali alkoholist, ose ku e di unë Zoti na rujt, e shkëtron shtëpinë. Sistemet politike që prishen nga brenda gjithashtu. Ashtu kanë thonë edhe të parët tanë, kalaja merret nga brenda. Nga jashtë problem se ti je fortifikuar. Edhe Allahu na bën me dije se nëse ne nuk punojmë nga brenda në këtë rast,
s'mund të qelim, të lullzojmë, të ecim për para të kemi progres. Edhe Allahu qoj në mënyrë që neve të na mësoj se kështu fitohen betejat e jetës, vetëm nga brenda. Ajo që nëna e Musës, a.s. u friksua dashur vëllezër, se kur e lëshoi si çdo nanë, ajo mendoi se e humbi gjalin. Allahu i tha inna radduhu ilejki wa jailuhu min al-mursalin. O nëna e Musës, si inspirimi erdhi asaj në mendje. Ne do ta kthejmë ty. Shkoni në këtë situatë kaq të koklavitur është. Ne nuk të regojmë histori, ne të regojmë marrim mësim se çfarë mund të bëjmë ne sot me historinë e Musës a.s. që përmendet në surën Kasas, edhe në disa sure tjera, Bakare, disa tjera. Çfarë mund të bëjmë, çfarë mund të nxjerrim nga historia e Musës a.s. Ajo që më së shumti mund ta nxjerrim nga pika e dytë e urtësisë është se kur Allahu Dhul Gjelal ka vendosur t'i ndihmojë dikujt, bën të pamundurën për ti dhe për mua të pamundurën. Bën ashtu skenare të bukura që ti asnjëherë nuk do të shkojë mendja se ti Allahu është duke të ndihmuar, njëkohësisht ti mendon se ai është duke të ndëshkuar. Ai ndihmon në fakt. Kjo e drisi është. Si punë e gjilpanët që të jep doktori, ashtu, do njerë dhem shumë, o të drunon kryqën. Me mund, eksplodon njeri. Ato fëmijë qaj, ullurojnë kur marrën gjilpanë. O ullurojnë, dirë veta me zonë se i mbajnë. Po dhe disa të mëdhej, frikavece. Ama dhem, po dhem, gjilpana dhem. Po qëfar ka në këtë gjilpanë? Ka ilazh dhe shërim ka. Mjeku don të shëndoshje, don të shëroje. Mjekuesi më i mirë i cili është Allahu,